avancim cilësor. Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar për publikimin e faqes së re paviza.eu për të informuar qytetarët për rregullat e udhëtimit në zonën Schengen. Kjo faqe, sipas njoftimit, përbën edhe të gjitha informatat e nevojshme dhe veglat ndihmëse për planifikim të udhëtimit në Bashkimin Evropian sipas rregullave. Informatat dhe veglat janë të ndara në faqe të veçanta dhe qasje të lehtë. Këtu janë të përfshira informatat kryesore për viza deri në 90 ditë për turizëm, turistat të cilët dojnë të kenë vizita familjare dhe atë të bizneseve dhe të tjera. Po ashtu aty thuhet se lista e kontrollit të udhëtarëve ndodhet në këtë faqe, po ashtu edhe kalkulatori i qëndrimit. Ky është një mjet i thjeshtë që ndihmon të llogaritën ditët e qëndrimit në zonën Schengen. E vetë Bashkimi Evropian nuk